Kam analizuar në makro deri tani gjithë lojën, se kush janë karakteret që përfaqësojnë jetën e përditshme. Shumë. Tashmiri Pushteti, Po. Casey është ai çuni I babit me lek që shkon te Lonçi, që ka blen atë në shisha 500 euro shampanjë që i vjen. Me të tjerë, tash I dua një referencë për Sicilien. I vin goca të rreth e rrotull, edhe e vënë përpara dhe ai gjym për të tërë, për të dalë mirë se je I fortë, je I mirë, je I bukur. Siç I tha Selina, shtati fyll e menja. Shtati pyll e menja fyll. Është fiksa ai karakter, ai mund të jetë djalë shumë I mirë. Çfarë ka zgjedhur të përfaqësoj? Po për të tjerë. Më jep një tok fjalësh apo një fjali që e përshkruan secili për tyre. Të tjerë. Siç që kërkej kështu goditse për këto. Më pëlqen. Lorna është nga trestarja dhe fallxhorja e gjës e lojës që kërkon t'i shofi aleanca, tifusit të tjerë, siç po fut Inën në sherr me Selina. Po. Selina është një vajzë shumë e zgjuar, që është ajo vajza e re në jetën e përditshme që tenton me që ky I fuqishmi do më japi një favor, por prap e ka atë moralin për të bërë një autokontroll me veten. Stenaldo dhe Angelo I shoh si ata djemt e mirë. Të shkolluar, që kanë zgjedhur të rrinë në këtë vend me forcat e tyre, me hapat e tyre, pa futur bryla askujt, të marrin në jetë ato që meritojnë dhe që kjo shoqëri nëse I do, duhet I mbaj. Ndërsa Iliri, pse doli, nëse Yri si... Ja, tek I kemi një analizuese Nëse Yri si popull... I e frikshme për unë të këtë marrë në telefon një herë, kështu më jep një referencë tani. Iliri po më thoja? Nëse Iliri Yri si populli që është opozitar me çdo pushtet, atje tregoj se ishte Iliri që bën aleanca me cilin do që I leverdis ati, vajti ke I forti, vajti ke babi I çunit me lek, vajti ke miri që ka pushtetin, dhe nuk ishte opozitari, se po t'ishte miri, ky Iliri opozitari, do I qëndronte këtyre çunave dhe vajzave të mirë, do I thoshte këta janë me mua, kush prek këta, më ka prek mua, dhe Iliri do shkonte në finale, nëse do mbante këtë kaos. Je mërzit domethënë me Ilirin, ë? Me Ilirin kemi sa fjalë për ty Ilir. Kur të vish, sepse më përmtove që të vish herës tjetër. Like, ose lirkës si do I thonin nga Korça, se Iliri nuk e di që un jam çerek korçare, mami im është korçare. Dhe më vjen keq që u kap me Angelon, që zgjuarsin e Angelo se e mori e filloi ta bënte thashë them si skuthllik, ndërkohë që Angelo e priti si korçar, pse brelalke. Kështu që duhet kishte parë një lojë tjetër. Ja të kushtuar një tjetër.